Përshëndetje. Atëherë, ashtu si që thash, unë do largohem për 4 vjetë. Nuk është e thjesht për mua, por nga që punët erdhen ashtu si erdhen, do më thënë jo si që duhet, jo se e fitoj një parti, sepse edhe si kur ta fiton të tjetra. A e fitoj kjo, të gjitha partit janë për mirëqënien e popullit dhe zhvillimin e shtetit. Kështu që ta dim që si Partia Demokratike, Socialiste e tjera që janë, komponent të rëndësishëm janë të nevojshëm për një shtet. Cilësia, kualiteti i atyre që qeverisin, i të dy adegve qeverisëse si dy prindër, e përcakton populli duke i rrëzuar ata që nuk e bëjmë punën ashtu si që duhet. Por, nga që nuk shkuan punët si që duhet me kuptimin, që SQF-ja nuk u mundua fare tu realizonte nga politika shqiptare. Dhe për këtë arsye, si që thash, unë largohem 4 vjetë. Dhe pas 4 vjetëve, do vi prapë. Mund të vazhdojmë punën tonë edhe më përpara, nëse SQF-ja, sistemi qeverisës familjar pra, do zbatohet nga politika shqiptare. Nëse jo, unë do rri për aq kohë i larguar. Pra në këtë rast, 4 vjetë. Tani, një shtresh. Normalisht ishte 2 shtresh, 2-4, më falni. 2-4. Por tani është një shtresh. Dyshi ishte për një zhvillim të farës, që fara të shumonte në një shpejtësi që asnjëri nuk do ta merrte me mend sa shpejt po shumohet. Pra këtu kemi një ngadalësim nga politika shqiptare dhe nga të tjerë shtetet e tjera që nuk e mbështesin për të zbatuar sistemi qeverisës familjar. Gjë që ndodh nëse Shqipëria futet në Bashkimin Evropian pas SQF, atëherë ndodh kjo që Shqipëria, Ballkani mund të rregullohet jashtëzakonisht shumë dhe do t'i marrë prapë mbrapsht të gjitha farat. Kështu që ky problemi i farave, do më thënë i njerëzve, demografish e vantel, do të vazhdoj të ekzistojë dhe do bëhet lufta për Europian, për punëtor edhe më e madhe, zonjë dhe zotrinj. Kështu që, mendimi im është që ne duhet punojmë së bashku, që të luftojmë ku ka boshllëqe, që t'i rregullojmë për të mirën e popujve tanë. Por, nëse shqiptarët, politika shqiptare në veçanti po e them mirë, nuk kanë ndërmend të ndryshojnë, edhe unë duhet të tërhiqem. Prandaj mos ma merrni për të keq. Tani, një shtresh, njësh kutia, votimi, sistemi zgjedhor, si normalisht duhet të jetë, sepse ka shumë boshllëqe dhe shumë, si ta them unë, hapësira ku njerëzit tundohen dhe vendosin jo në rrugën e drejtë, po të bëjnë gjëra që nuk duhet për të arritur qëllimin e tyre. Ky është sistemi zgjedhor i gabuar në Shqipëri. Është një metodë, i gabuar fare nuk është, po është një metodë, një proces që është tani, që ka shumë boshllëqe që të lejon që ti të bësh shumë gjëra. Këto do t'i sqaroj unë. Këtu kemi çfarë duhet ishte afërsisht ke e dyta, do me thënë, si ta them unë, ke e dyta, ke 2 shkatra, do me thënë që ku janë paka shumë problemet, do me thënë që t'u jepte edhe zgjidhja më vonë. Kurse e treta është sistemi aktual, shqiptar. Po them shqiptar, sepse
sistemi qeverisës familjar e shkruajta njëherë për Shqipërinë, për arsye se ai është i Zotit gjithësisë, mother dhe father. Do të thënë, është për gjithë njësoj. Po unë e shkruajta për Shqipërinë, dhe thash që të filloj të tjerë aty, po deshën të tjerët pasaj, se unë nuk mund t'i them që, bëhet ti, jam kupto. Kurse, nga ai shtet që jam, se jam shqiptar, e bëra për ato. Do t'a kisha bërë dhe për tjerët. Edhe tjerët mund të thoshin me një arsye më shumë, ti nuk një gjojmë fare, jam kupto. Por, pak rëndësi kanë këto muhabete, mirë është që ta sqaroj dhe paka shumë këtu, do më thënë sistemin a këtu e të gabuar. Edhe të fillojmë tani. Tani kemi sistemin zgjedhor. Sistemi zgjedhor, procedura aktuale është kështu, domethënë. Po. Vinë votuesit, votojnë, mblidhen kutit, në fund pasaj numërohen. Këtu ka shumë boshllëqe dhe hapësira që ti mund bësh shumë gjëra që nuk janë të lejushme, por që, themi kështu, nuk shihen, ose në qoftë se disa edhe i shohin se janë shumë të zgjut me kuptimin që janë të hapur çelur kështu, që nuk i kalon, po që dikush mund të mbylli një sy. A më kupton? Domethënë, sepse këtu e kanë marrëveshje, këtu e kanë gjëra. Por, për shembull marrëveshjen për të futur në Bashkimin Evropian, ose për të vazhdu punën, se lidhemi më mirë, si ta them aty në muhabet, në afrimitet, e kështu gjëra. Do me thënë që në qoftë se do ta kishte marrë partia tjetër, mbase edhe këto tjerët nuk do donin aq shumë, por unë jam me atë mendimi që shqiptarët duhet jenë të gjithë, dhe ata që janë sipër që i voton populli, sipas sistemit qeverisës familjar, do qeverisin, edhe do përcaktohet edhe nga Bashkimi Evropian, për shkakun se me kë kemi më shumë harmoni e ku diun. Tani, si është ajo që duhet jetë? Fillojmë këtu. Procesi zgjedhor që më njanon shumë gjëra që ndodhin. Dhe këto gjëra tash unë kam shkruar disa gjëra që t'ja u tregoj se çfarë ndodh. Atëherë, zgjedhjet në Shqipëri. Aty ju e dini që pati vjedhje. Do me thënë, votat janë vjedhur. Si janë vjedhur? Ka shumë mënyra. Ka duke manipuluar që nga shkollat, ke prindrit, që nga puna, që nga pikat që vjen në përlagje, që t'i thithin nga ana vet dhe t'i aprishin mendjen. Në një mënyrë shumë të qartë dhe shumë ashtu. Disa thonë jo, ne do japim atë tonën. Nuk është ajo ideja, sepse këtu fillon pastaj një si ta them ty, një ndërhyrje direkt ke personi. Punët dihen që bëhen dhe nuk ka nevojë për kështu gjërash. Tashi, ke votimet, kur bëhen votimet, ndodhin shumë magjira. Për shembull, aktualisht, unë po e vej pak këtu. Në momentin kur bëhen zgjedhjet në Shqipëri, çfarë ndodh? Këtu tani kemi kutit. Në momentin që bëhet zgjedhjet, mblidhen kutit. Dhe në momentin që mblidhen kutit dhe rrin shumë kohë aty, mund të ndodhi shumë gjëra. Për shembull, si magji, mund zhduket një kuti dhe vjen një tjetër. Mund të futen vota. Këto gjëra kanë ndodhur gjitha në të shkuarën. Janë hapur kuti, janë futur vota, janë paguar tjerë, e si që shtek për ta bërë këtë punë. Për shembull, çfarë ndodh tjetër? Për shembull, dikush është një partie. Okej, thot ai, unë do bëj sikur jam i kësaj partie, do paguhem, edhe çfarë do bëj, thot? Do ndroj kutin, dhe në momentin që ai bën gjithë këto manipulime tek kutit, më kupto? Atëherë në fund fare
Ai thot, unë tash të luajt aty që jam i PD-s, për shembull. Ose një i PS-s, një i PD-s thot që unë të luajta rolin sikur jam i PS-s. Tash u bëm të dytë PS-s aty, por unë bëra rolin sikur isha i PD-s. Tani marrova punën, unë thot ai, i kaloj qik lekët vllajt ke kontoja aty, se unë e mylla. Dhe këto gjëra këtu nuk ka besim fare. Tash çfarë ndodhin tjera? Posta. Vin nga posta për shembull, punëtor. I ve pozicion pune postës, me skaner, me gjona, hapen votimet, kur vin nga shtetet e tjera, ndrohen. Nuk ka. Ai që do të votoj, bëhen votimet në gusht, nga mesi gushtit, ku janë shumica e shqiptarëve që vinë në Shqipëri, kush do të votoj, të votoj. Ai që s'do, në për sisteme, jo me zarfa, jo me gjëra, nuk janë të besueshëm. Sepse vinë aty ke posta dhe gjithë punëtorët janë, jo të gjithë punëtorët, po disa mund të jenë vënd kastile në atë pozicion, pune që ti marrin zarfe dhe ti ndrojnë ose të kemë bërë gati ashtu tjera, e si që shtek me votat që i përket partia tyre, dhe vetëm i ndrojnë. Ashtu dhe. Kësaj radhe dhe radhë tjera, votat kanë qenë me 50.000 lekë, pra 50 euro, një vot. Dhe këtë e din të gjithë. Po të pyesni në Shqipëri, sa ka kushtu një vot, të gjithë ju thonë 50 euro një vot. 4 pjesëtar familje që votojnë këtë parti 200 euro, do më dhënë 200.000 lekë. Gabim. Ullje taksash. Partia Demokratike përdori do i ullë këtë, nëse do ishin bërë gjitha këto, shteti do dilte në kolaps, vetëm për të fituar që të hypin majorancë. Dhe kjo është gabim. Këtu nuk ka jo kjo parti, po t'i themi qofse je për shtetin dhe për popullin, të qeverisin gjithë, dy dekët qeverisëse, dhe më jo e odha unë, e odha aty. Fillon në personale, pasaj, politika shqiptare edhe në veri, e kam personale me njëri tjetrin, se normalisht, qofse zihem unë me ty, të marrë raqinat e marrë personale, pasaj s'ka e unë fara të koncentrimin që je për detyr aty, për përgjësi. Ti bo fëmi, e ke përgjegjësinë për atë, je i regjistron nëpërmjet syve, ti mund të bësh çfarë dush, ama prap i dënumi në fund. Faturën do ta marrësh në fund, kur të vdesësh. Ama ti je aty për qeverisi shtet. Am kupto, ti e ke përgjegjësinë jo për një fëmijë. Ti e ke për mira fëmijë. Nuk vet aty jo muzike gjona ashtu, nuk bëhet. Duhet seriozitet, në qeverisje, s'ka kështu armiqësi, gjona, aty ka vetëm për popullin, për shtetin, do zihesh në njerëz, diskutohet dhe në familj, burrë gru zihen, po jo ashtu, është shumë gabim. Tani, aty u përdor pasaporta shqiptare, do ju fus në EU, do ju garantoj, tjerët janë me soggiorno, tjerët janë me karta greke, am kupto, tashi, të kapësh këto nga halli, se duhen votat, do ja u bëj unë. Ate e kanë dorë Bashkimi Evropian. A do futet as do futet. Dhe Bashkimin Evropian do e fusi Shqipëria. Të gjithë partit do e fusin Shqipërinë Bashkimin Evropian. Se ashtu duhet jetë. Am kupto, ato që qeverisin, por me sistemi qeverisës familjar, që të gjithë të ndjen, se nëse që të ndjen që po e bëjnë, qofse 40%, ose 45%, janë për shembull demokrat, 55 socialist, e fiton Partia Socialiste. Po këto 45 tri në opozitë, s'kan drejt qeverisin këto. Po jo pra se nuk është ajo ndjenja që t'jenë gjithë bashkë. Nuk është, si nga veriu deri në jug. Do me thënë është e gabuar. Dhe në qofë se më vonë mund t'hiki në njëri, ndodhë në i gjë e si kështek, ngrihet populli, pasaj rëdzojnë këtë si t'keqe, si kështek, bëhen shumë gabime. Prandaj është mirë që t'jenë gjithë bashkë. Çfarë ndodh tjetër? Bën kërcënime, mashtrime, shumë lloj gjërash, dhe kjo është ajo angazhimi që t'ja dalim dhe jemi këtu. Sepse këtu një farë përqindje, këto për shembull janë të majtët, janë këtu, këto janë baza, am kuptoj, i ka 30, 35, 40%, gjithë të vjetrit më shumë që janë mësu për shembull me kona atere,
ato e din që do e vinë letrën për atë. Këto këtu janë po minus, janë nga PD-ja po themi, am kupton, dhe ky mesi, këtu bëhet llafi për këtë mesin. Prandaj kjo e tregon shumë qartë se kjo lëviz kjo e mesi, cak ne isa këtej. Jo do shkoj këtej, jo do shkoj atej, jo me mamin, jo me babin. Am kupton, po nuk është ajo. Janë të dy përgjegjës dhe të dy duhet qeverisin. Të dy duhet argumentojnë në parlament se çfarë është e drejta. Dhe nëse është e drejta, edhe këtu votojnë për atë që është e drejta. Se unë qofse është një krye qeveritar tjetër, unë kam degën për shembull, degën e dytë. Më kuptoj, jam deputet ke dega dytë. Qofse ai degës parë thot, familja mother father mbi çdo gjë. Am kuptoj? Ky i degës time thot, jo, unë e duk shumë ndryshe se unë jam kështu. Po unë votoj atë. Nuk pyes fare se jam ke dega 2. Am kuptoni? E këtu lukja, tash, fitoa ai boça doj, am kuptoj. Nuk është ky sistemi, se dhe unë tash jam duke ja shuj çik se më kap edhe mund një emocioni si dhe ju, është më së normale. Qetësohemi çik, por unë po mendoj për mirë. Dhe këto janë gabime që ndodhin. Am kuptoj. Këtej që ta them një këtu është ajo që desha që të zgjidhim sa probleme, se kjo pjesa këtu figuron kjo sipër si U omega, figuron atë qytetet. Dhe qytetet, siç e kemi thënë, thithin rinin nga çdo fshat si qyshtek, ngrihen aty, ndodh diçka, bjen popullsia që e kuptojnë kryebashkiakët dhe duhet mushet. Kaq është. Duhet mushet, merr mushet, bjen, se nuk bëjnë fëmijë. Merr mushet bjen, kurse ke shtrimja është pak më ndryshe, sepse ke shtrimja ka një varësi më të lartë ndaj njëri tjetrit dhe funksionon më mirë. Por qytetet e larta dhe të mëdhaja, domethënë, e kanë këtë lloj problemi, edhe këtë vogla tash se është bërë si kulturë, por këtu ka zgjidhje, domethënë, që unë kisha ndërmend ke dyshi. Por nga këto arsye, domethënë, duhet ta shtym ca. Tani, këto ashtu, domethënë këtu thjesht ky do më marr këtej, i premton popullit gjona, ky do i premton këtej, ky premton pasaportën, ky premton do t'i ul çmime, domethënë nuk është sistemi, është sistemi i gabuar. Në veri për shembull thonë, jo, po unë ju bona këte, unë ju bona ate, unë ju ashu këte, më votoni mu, edhe poshtë edhe ashu, domethënë, sistemi është në Shqipëri, në veri, në jug, i gabuar. Nuk është ai që duhet jetë për popullin. Kështu është. Tani, 2 sekonda. Ashtu, votimi. Them dhe këtë dhe do largohem. Nuk do postojmë më gjë ke faqja ime, që ta them tash këtu, dhe do largohem për 4 vjet. Nga 29 më duket i bie nga fundi 29-s, mbas asaj do shoh se si do shkojnë punët, mund vi dhe me 27, nëse Bashkimi Evropian thot 27 do bëhet ashtu, dhe të afusi. Unë e kam ke sistemi, se kjo do vazhdoj tjetë. Do bëhet dhe luftrat me shtetet e tjerë, kush merr më shumë njerëz, kush tërheq këne, kush bën ane, dhe ky sistemi gabuar i Shqipërisë do sjellë edhe në të ardhmen shumë çrregullime. Prandaj unë, edhe sikur të futet Shqipëria në Bashkimin Evropian, unë jam i larguar. Për arsyen sepse e them dhe jam me plot bindje dhe ju e dini shumë mirë që kam të drejtë që ai është sistemi i dur, sepse nuk ka tjetër. E ka bëri Zoti i gjithësi, Allah është mother dhe father. Kaq. Edhe fëmijët. Tani, qofse ju nuk më besoni, unë ju them se njerëzit janë si fëmijë, është thënë që kuri që para mira vjetëve. Prandaj unë them, nuk bëhet kështu. Një ku e keni. Se ty të kanë një lora kur nejtëm bashkë, deri mas mesnate, që u thanë 2 paketa se mi pive gjysma tia më shumë se kishe emocione. E për lull mirë cigaret, po dhe gjysmën e qeverisë të dhash, po.
ta vash gjysmën e qeverisë. Këtu nuk ka ta vash, këto lloj gjëra nuk duhet të ekzistojnë. Jo, unë e futan atje, jo unë e bëra këtu. Kjo tregon është diçka që duhet ndryshohet në të ardhmen. Politika shqiptare duhet jetë shumë serioze. Këtu jo kalamo, ju keni një përgjegjësi jashtëzakonisht madhe. Nuk është normal kjo gjë. Të bëhen kështu lloj gjërash, domethënë jo në seriozitet. Po nuk je, aty bëhet ajo organizata, kush nga shkolla dalin për politik, shifet kush është serioz, kush është ashtu dhe futen politik për qeverisur. Jo se të gjithë kemi dëshira, edhe unë jam në njërë kështu, kam dëshirë të dëgjoj muzikë, ose të bëj në i gjo, ose të bëj diçka që, po kur je në atë pozicion e punës, se jem punë aty, duhet sille si pozicion e punës që je, ashtu si që duhet. Tani, votimet, që ti them dhe këto, edhe ta mbyll, të largohem, se nuk kam më kuptim. Tani, votimet, procedura, se si duhet jetë që mos ndodhim e thash, ato që jetojnë nga shtetit me pasaport shqiptare, të vinë gusht bëhen votimet, të vinë, të votojnë, të fusin votën aty, ose nga jashtetit me pasaportën, me fotografi, me video, të thonë, unë du të votoj këtë dhe se kam problem që ose dalë këtë televizori. Kupto? Edhe i quhet vota. Se thot me goj, me gjitha i këtu, cak, i quhet. Do me e votuat e. Ama këto lloj gjërash nuk duhet jenë që ti tash ta shtysh atë të tjetrin. As që diskutohet, jo e shtym për shembull që i thu dhe fëmijës ti i thu për shembull që bëj këtë, ta i babi këtë gjë ose mami. Po ideja është që të jenë të dy degët qeverisëse dhe mund bëhet në ulje, në ngritje më vonë si që shtek, po jo gjëra për interes. Vjen votuesi, regjistrohet e ku di unë si që është procedura, do më thënë, vej gishtin e ku di unë, merr fletën e votimit, shkon aty mbrapa, për shembull, këtu për mendimin tim më mirë kur je kështu, që të shofësh durët, fut në xhep, si ke banka, sikur je ke bank automati që me lek, ashtu, je votimin, kjo është e mbyll me këtu, votimin këtu, kthehesh, edhe fletën e votimit fut këtu. Ashtu si që është, të më thënë. Këtu. Tatën e bërë ti. Në momentin që e bërë edhe po filmohesh, si që është kamera tani, këtu është një punëtor. Çfarë bën ai? Këtu tani janë mbledhur 300 ose 500 vota. Këtu. Dhe këto që kanë qenë këtu, kanë kalu këtu është kutia boshe. Këtu tash që janë 500 vota, për shembull, ose 300 fillon numërimi gjatë votimit. Do me thënë, kemi këtu 300 ose 500 vota. Ky që është këtu, o e lu kështu, për shembull këte, ose është një makineri që e lun, a më kupto? Edhe ky ç'a bën? Tak, merr një vot. Ai hiku, ai votovi. Në momentin që hiku ai, kamera filmon, ai votovi, ky qet një votues që ka qenë para 500 që ka fillu. Do më thëmë 500 që ka qenë, që është votuar, dhe aty është 501. Dhe ky merr aty 502, del një. Dhe fillon procesi. Ky votoj, cak, ky del. Ai për shembull mund të ketë votu PD-n. Dhe mund të ketë votu për shembull filan person. Ose nis më thurje, për shembull që është, ose Partia Demokratike, Vetvendosja, LGD, ku di unë që janë tjerat, del, cak, PKB ka votu, sistemi qeverisës familjar, shumë bukur, merr fletën e votimit, e tregon njëherë ke kamera, edhe këtu ke kamera, tak, edhe ky tash kalon këtu. Për shembull, më kupton? Sak. Këtu. Domethënë kemi një 3 kuti nevojiten, një e merr, e fut këtu. Këtu bën për shembull 500, kjo mbyllet me ato kabel binda me ngjitse, edhe do kaloj atje. Atje janë gjithë kutit. Kutit ngjiten me njëra tjetrën ose kapen me
me mbajtse, me ato kabel binder, mbahen me njëra tjetrën, tak, edhe është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, zonja dhe zotrinj, mund ta bëni si doni, por që kjo pjesa kur të vejnë kutit, këtu për shembull, tjetë një anë ke muri, këtu, se bën magji, ju I keni pa magjit, ai e ve kutin këtu, ai zhduket, vej atë pelerin, kështu, fap, zhduket del në vend tjetër, jo më të marri I kutit, vej kuti tjetër, am kupto? Prandaj duhet ke muri dhe çdo kuti që vejet, ngjitet. Numërimi është bërë, as që diskutohet, këtu direkt. Por, është edhe mirë që një faqe murit kontrollohet si është, edhe vjen mur, këtu për shembull pastaj hapet kjo njicja, mund të jetë e kuqe për shembull, ose lyhet me bojë, vendi ku janë kutit, ngjitet, lidhen me njëra tjetrën. Shkon dikush diku, shkon në WC ose me një vend, kthehet mbrapsht, janë gjithë kamera nga lart këtu, me drita, me gjona, edhe ruhet. Ka një monitorim që janë kamera që mblidhen gjithë në sistem që mos merret gjë, edhe aty themi ka një për punë spaku, normalisht aty duheshte. Se unë kam folë me disa veta në Shqipëri dhe më kanë thënë që ekzistojnë shumë video që votat janë blerë dhe 50.000 lekë, 50 euro si që thash. Por rrezikojnë që po dalin edhe ai që e ka shit votën ka frikë se mos futet në burg. A më kuptoni? Prandaj dhe ai ose mos vritet me kërcënime me gjona. Prandaj është shumë e rëndësishme që ai që vjedh votën, kapet me video, futet në burg, ky tjetri që e ka denoncu dhe e ka filmu, shpërblet dhe I sigurohet për shembull një green card, që mund të jetojë edhe në Amerikë për I farë kohe, ose në Europë diku tjetër, derisa ky person ose ky grupim të largohet. A kupton? Edhe kështu nga dal mund bëhen gjëra. Unë e thash, largohem 4 vjet. Kisha dëshirë, normalisht ishte data që të jepja 2 sekondë më kujlash. Ishte data që ta jepsha dhe atë 2/4, do më thënë dhe ishte 31 maj 2025 ishte data, por nga që shkuan punët kështu, sistemi qeverisës nuk u morë parasysh dhe këtu bën pothuajse 5 vjet, edhe nuk ka shumë. Unë gjitha që I thash mos përdorni këto lloj gjëra, që t'ulni taksa, mos jepni premtime, jo për shembull thoshin këtu. Unë e shkruajta 2013, 2014 e sipër, e shkruajta, për që më duket se e kam dhe këtu. Nuk duhet ta bëni këtë gjë, thash, se e kam dhe këtu, bilës. Ja, ku është? Një prind, sa do I mirë apo I keq ai është, ai nuk do të doje kurrë të dëgjoje kritika, edhe nëse ato janë të vërteta. Domethënë, me mos e bërë këtë gjë, por, çfarë ndodh? Këto gjëra u bën dhe u shfrytzu çdo gjë. U shfrytzuan njerëzit, u shfrytzu pasaporta, u shfrytzu VIP-at, u shfrytzu çfarë do lloj mjeti, vetëm për të fitu, për të mbajt atë pushtetin. Është njësoj si kur thosha unë për shembull, para fundit 2020-s, të gjithë liderat e Europës nuk do donin kur të mblidheshin të gjithë në Shqipëri. Kjo gjë nuk bëhet, a më kupto? Ato e duan Shqipërinë, ne I duam ata, a më kupto? Edhe shpresoj që nëse do vihet sistemi qeverisës familjar, ne mund të zgjidhim problemin më të madh që kemi, që është familja, që është njerëzit që janë fara jonë, europiane, që me thënë drejtën është në rrezik dhe disa shtete që janë
me lek jashtëzakonisht shumë mirë, e kuptojnë shumë më mirë sepse e kanë lekun dhe e kuptojnë shumë më mirë se sa e rëndësishme që është fara e tyre. Sepse kur shohin se si ka ndryshuar çdo gjë, ato e dinë jashtëzakonisht më mirë. Ne mund të kthejmë dhe kokën andej që të mos shohim dhe themi se çdo gjë është në rregull, po nuk është kjo ajo që duhet jetë. Prandaj unë që e mora mundimin dhe që e shkruajta sistemin qeverisës familjar, e bëra sepse donte ai, edhe du unë, edhe mendova se do donin edhe shqiptarët. Por nuk është për të thënë, jo po ti duhet ta bësh atë që them unë, sepse në fundit tjetri duhet doj vetë, dhe nëse nuk do vetë, ka vetëm një zgjidhje që të shkosh një rrugë tjetër. Dhe rruga ime është në këtë rast që të largohem për 4 vjet. Postime nuk do bëjmë, nuk do t'ju shqetësojmë, thjesht do vazhdoj atë punët e mia, punën time, të punoj për familjen time edhe të shoh atë gjën time. Faleminderit, ju uroj gjithë mirat.